Informacione për keqpërdorime. Mijëra euro të cilat qarkullonin në përgjiro llogarit bankare të qytetarëve të Kosovës, si kompenzim për aksidentet të trafikut. Ujdi e marrëveshje jo të lehtëshme. Ishin cak një hetimi disa mujor të cilin e kreu Prokuroria Themelore e Prizrenit. 45 persona të identifikuar si të dyshuar, nga ta 39 janë arrestuar, 7 të tjerë tashmë janë në kërkim nga organet e rendit. Kjo është bilanci i aksionit i cili u realizua me 8 janar 2026 në disa regione të Kosovës. Operacioni që u drejtua nga Prokuroria e Prizrenit mblodhi rreth 400 zyrtar policor të njësive speciale, hetues të krimeve ekonomike e financiare, po ashtu edhe të njësive të tjera. Në mesin e të dyshuarve që u arrestuan janë edhe ish drejtori ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimeve, Same Mazreku, si dhe ish drejtori financave në po të njëjtin institucion, Valon Berisha. Këta dy, sipas prokurorisë, dyshohet se targetuan qytetarë të ndryshëm dhe bën marrëveshje me ta, e më pas miratuan transaksione të jashtëligjshme në vlerë mbi 1 milion euro. Kallzo.com ju sjell skemën që dyshohej se u përdor për të vjedhur Byron e Sigurimeve Kosovare. Vetëm për gjatë vitit 2022, Prokuroria pretendon se me miratim të ish drejtorit ekzekutiv të Byros Kosovare të Sigurimeve, Same Mazrekut, janë transferuar në xhiro llogari të qytetarëve 285.000 euro në mënyrë të jashtëligjshme. Transferin e kishte bërë ish drejtori financave në Byron e Sigurimeve, Valon Berisha. Edhe për gjatë vitit 2023, dosja e prokurorisë flet për qindra mijëra euro të transferuara në xhiro llogari të qytetarëve në emër të kompenzimit për dëmet të materiale në aksidente të trafikut. Këto kompenzime që pretendohet se janë bërë kundërlehtëshëm, pasi të njëjtit qytetar ishin kompenzuar më parë me të njëjtën shumë të parave për të njëjtat aksidente. Vetëm në periudat janar-tetor 2023, Mazreku e Berisha pretendohet se kryen me miratim pagesa si kompenzime për qytetarët në vlerë prej 688.701 euro. Prova tregojnë se Mazreku e Berisha bën marrëveshje me qytetarët që parat i marrin përmes bankës e pastaj ndarjen e tyre ta bënin në cash. Një transakcion mijëra euro u bë edhe ndaj një kompanie të automjeteve, hiç më pak se 68.645 euro. Edhe ky transakcion një jashtëligjshëm, por me besimin e dy palëve dhe marrëveshjen që paratë ndaheshin me pas. Prokuroria pretendon se me qytetarët e edhe bizneset u bën marrëveshje e ujdit të jashtëligjshme që të përdoreshin xhiro llogaritë e tyre për i kompenzimet për aksidentet e trafikut. Qytetarët u dhanë leje ish drejtorit ekzekutiv dhe atij të financave në Byron e Sigurimeve që të kryenin transferet ilegale. Në këtë skemë duhet të kihet parasysh fakti se të gjithë të përfshirët në këtë rast paraprakisht ishin kompenzuar dhe rikompenzimi i tyre në formën se si ishte zgjedhur të bëhej përmes ish drejtorit ekzekutiv dhe atij të financave, konsiderohet ilegale dhe e jashtëligjshme. Sipas prokurorisë, transaksionet ishin bërë pa dokumente të justifikuara, pa miratime të komisioneve, vetëm me nënshkrimet e Mazrekut e Berishës.